tulla e thithë dhe hapet ajo njolla kështu nga dalë. Jo, ka një të mirë kjo sopa që nuk përthith, thuj. Dhe shoh direkt tulla. Letësisht. Po imagjinoj tani. Edhe shoh direkt tulla. Jam po vetëm kështu si Stormi. Çfarë bëre? Ai film më jep një lloj anglisht. Si shpi kukle. Ke parasysh ka qenë një ja ka pas dhënë edhe se një shtëpi. Ti piace, no? Shtëpi kukle. Prodhim diçka si në fond. Kështu quaj filmi Shtëpi kukle. Jo. Shtëpia në ishull, një gjë e tillë. Ka qenë një shtëpi me ca kukla. Jo shqiptar, produksion. E di, me 3 motra, një gjë. Gjë frikshme, unë kam një nga makset e fëmijërisë. Unë e kam parë në ëndër atë, dhe më dritet mishi akoma. Erdal! Okej. Se na bët me radhë! Për hajën inshallah, për hajën. Djale apo vajzë? Okej, që keni përqafuar, kjo është shenjë mirë. Po. Kur gjo, me në... Ose na bët me ra, kemi një orë që po ju presim. Kemi një orë më që të gjojnë. Folme për shumë gjana, më burë, më qaka. Që në ardhja e ditë. Hajde se flasim pas kaj. Në publicitet. Thamë se shkull për boshin lisën. Për që? Mos po bënit budgetin. Ja ka lutë jo? Shumë keq, të merë. Mezi po ju prisim. Mërzit, Ne çfarë ndodhi këtu? Fantazia jonë Florida. Valenca dhe Indri janë rikthyer tek pjesa tjetër e fermerëve dhe ne jemi gati për të mësuar se cili është emri i fermeres që shpëton nga sfida sonte. Mirëpresim zarfin dhe lidhem me fermën. Faleminderit. Atëherë, dëgjojmë? Më mundësoni lidhja me fermën, ju lutem? Dëgjojmë me fermë? Ull piva, më. Po, nis me leximin e zarfit. Me rrezik të levotimi kanë qenë 5 fermere: Malbora, Mimoza, Sara, Gresa dhe Ola. Publiku ka vendosur se fermerja që mund të vazhdoj qëndrimin tek ferma VIP dhe ti shpëtoj sfidës sonte është Moza nuk është e rrezikuar, e votuar nga publiku për t'i shpëtuar këtë televotimin, ndërsa 4 vajzat e tjera do të shkojnë në sfidë. Në një sfidë e cila do të jetë krejt ndryshe nga ç'mund ta imagjinoni. Në një sfidë që se keni parë kur më parë. Do kthehem pas pak tek ju